Sheribane Lutfiu nga Sopoti i Kumanovës prej 10 vitesh nuk mund të pajiset me shtetësinë e Maqedonisë. Ministria e Brendshme e ka shpallur Sheribanen të rrezikshme për shtetin dhe ja ka refuzuar disa herë kërkesën e saj për shtetësi. Lutfiu thotë se gjykata ka dhënë vërtetim se ajo nuk e ka shkelur ligjin asnjëherë, mirëpo këtë vërtetim MPB-ja nuk e ka marrë parasysh. Përgjigja ime çdo herë kthehet e njëjtë, e rrezikshme për shtetin. A kushtet i plotsoj ketë, në bazë të kunore së më takon, në bazë të vend qëndrimit përkohshëm më takon shtetësia, ta nëna qojna ankesë për mes avokatit, avokati e lyp, për çfarë arsye është e rrezikshme për shtetin, ju kallzon arsyen. Edhe dokumentin për gjyqën nxjerrme, që s'kom bau kur fare të keqje në shtet, edhe ato ja bashkan gjet ankesës avokati. Thot kur o kanë e rrezikshme për shtetin, pse ke dokument ja ka dhënë gjyqi? Edhe kallzon arsyen, për çfarë arsye e rrezikshme për shtetin? A pet çat përgjigje e kthejnë. Arsye nuk e kthejnë se për shka. Që 10 vjet çat përgjigje. Sheribania ka paditur edhe vetë ministrën e Brendshme 2 herë për vlerësim jo të drejtë, por nuk ka arritur ndonjë rezultat përveç zgjatjes së procesit, pasi lënda është kthyer në rishikim tek MPB-ja. 41 vjeçaria është ankuar edhe tek avokati i popullit dhe ish ministri i drejtësisë Blerim Bexheti, por siç thot pas një rezultat. Sa kanë Blerim Bexheti, po kurrë na ka kthy asaj. Kur farë përgjigjes na ka kthy. As i gjet me meti, kur farë përgjigjes na ka kthy, edhe pse janë anku deri te ai. As pi Gjetit, as pi Blerim Bexhetit, kur farë përgjigjes kena marrë na. Për këtë rastonin. Pse janë anku, kur bjen vesh të shortht. A janë kejse ju na kanë. Si mës ta kish dokumentin, kur gjos kiti, e para si shtetose këtënjit. E kur mës tjesë që shtetose këtënjit, ta na të mungojnë. Sheribane Lutfiu thot se ndihet si e izoluar në Maqedoni. Momenti i vetëm kur ajo llogaritet si qytetare është kur paguan taksat e ankesave pas refuzimit të kërkesave të njëpasnjëshme për shtetësi. Lutfiu nuk beson më tek autoritetet, edhe pse shpresa e saj që një ditë të gëzojë të drejtën e shtetësisë nuk i është shuar ende. Neni 12 i ligjit për shtetësi në bazë të martesës me shtetas të Maqedonisë, si rasti i Sheribanes, thot: I huaj i cili është martuar me shtetës të Republikës së Maqedonisë së paku 3 vjet deri në parashtrimin e kërkesës, ligjërisht të ketë qëndruar së paku 1 vjet pa ndërprerë në territorin e Republikës së Maqedonisë, mund me naturalizim të fitojë shtetësi të Republikës së Maqedonisë edhe nëse nuk i plotson kushtet nga neni 7, paragrafi 1.2, 6 dhe 10 të këtij ligji. Sheribania i plotson edhe kushtet nga neni 7 i ligjit për shtetësi të Maqedonisë, duke qenë se nuk ka dosje në polici, jeton më tepër se 8 vjet në Maqedoni, në vendbanim të përkohshëm, dhe nuk i është shqiptuar asnjë ndalesë për qëndrim në Maqedoni, përveç vendimit që jep Ministria e Brendshme si person i rrezikshëm për shtetin.